Mirë dita. Mirë sot gjaj. Mirë dita. Përshëndetje. Mirë sot gjaj. Mirë sot gjaj. Mirë sot gjaj. Mirë sot gjaj. Sa di deri. Ela ju pronë. Ela ju pronë. Mirë sot gjaj. Zohem shumë. Shumë fala më bëjë. Faleminderit. Ela u ju. 20 vjetër. Po, sigurisht. Pa tjetër na shoqëroni. Shpresa, pandorimet më këllave më njohë Mirë së u gjeta. 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 Faleminderit shumë. Të rosë sa malit. Edhe ti trof sa malit. Ajo rana dorë. Në ta do të ngri pensionit. Në prit, asë më të Vetëm burë ma fjallën. Salën e kanë dashë, salën do jeni e gjithë populli me Sali Berisha. Do të apoja. Rama shplet. Faleminderit shumë. Indrit, apru. Hamasi se gjinja. Do fitojmë, bravo. Tani, më thuj pak, çfarë do doje ti që të lehtësonte qeveria ardhshme? Unë pak problemin e pronave. Të zgjidhet problemi i pronave, çdo gjë do shkojë vend vetë do të bëjmë. Dakor, kjo dhe ne garantojmë që brenda mandatit, brenda 4 vjetë do japim përgjigje përfundimtare. Pronave dhe të përndjekurve politikë, të dyja po. Po, për sa paguani ju këtu qera? Jo, kam sharitim. E këtë tanë, shumë për Po daj të fola për pronat. E ka vetë, mos e kishte vetë, do ekziston dhe biznesi. Do jemi shumë. Por energjinë do e ulit. Sa e paguan tani energjinë? Po da, 168.000 lekë. Atër ne do ta pjestojmë për tërë. Ne do ta shesim energjinë, biznesin me 6 lekë. Na 18 lekë. Do të qenë juve ashtu të qenë. Po, atë do shkoj. Bravo. Unë jam e 90-ës. Jam e të rritë e 90-ës si më qenë atere. Ne do ullim 3 herë energjinë për biznesin, për gjitha bizneset, dhe bashkia nuk do mund të vendos taksa ma shumë, taksat e bashkisë nuk do jenë kur më shumë se 1% e xhiros. Sot taksat e bashkisë shkojnë 8 edhe 10% të xhiros. Po, bravo. Jo, absolutisht do i testojnë me 10, sepse i marrin, çfarë bëjnë me to? Nuk do të thej qytetarëve shërbime, kudo që shkosh ti gjën që s'kan ujë, që energjinë se kanë rregull, shkolla mungojnë masin në çdo lagje që shkoj, unë gjej mungesa të mëdha shkollash. Nuk kanë gjimnaze, nuk kanë kopshte, dhe në vend se t'i ndërtojnë, i marrë dhe punësojnë. Mirë, prit. Në qoftë se marrim një nga një listën e të punësuarve në bashki, të siguroj që 1/3 e atyre janë në migracion. Dhe çfarë bëjnë?
rrogat e tyre, sigurimet e tyre shoqërore i ndajnë njëri me tjetrin. E di ke po. Kështu që ne, duke respektuar bashkitë, sigurisht e pavarësinë e tyre, por taksa më të larta biznesit vogël se 1% të xhiros në territorin e Shqipërisë nuk do mund të vendoset. Edhe këtë kërkojmë. Si e? Si ka? Si shkon? Mirë. Po nuk do kamera. Si tecën? Mirë. Çfarë do dëshoje ti që të lehtësohet edhe më shumë biznesi juaj, kishit më shumë sukses, më shumë të ardhura? Po ja kjo ulja e taksave. Unë jam punëtore në fakt këtu. Je punëtore. Jam punëtore. Po. Jam punëtore. Dhe ne do i ulim taksat, do ulim energjinë elektrike, do ulim ujë, do përgjysmojmë tarifën e ujit, do bëjmë gjithçka që bashkitë nuk do mund të vendosin taksë më të lartë se 1% të xhiros, të gjitha së bashku. Kështu që besoj se japim një frymëmarrje, por edhe rroga nuk do ketë rroga ndër 500 euro, nuk do ketë rroga. Ne e kuptojmë që punëdhënësin kjo e vështërson, por ne po i ulim taksat, po i bëjmë të gjithë lehtësira tjera në mënyrë që edhe ai të fitojë, po dhe punëtori të marrë rrogën që të mbajë familjen, të jetojë me dignitet, të jetojë me familjen e tij. Sukses, ju pafshi. Si e mirë. Asa e bukur. Princesh fare. Ka përzemër shumë pra taj. Gjithë të mira. Gjithë mira, faleminderit. Si jeni? Ajni mirë. Si shkoni? Përshëndetje. Ajni mirë. Si u ecën? Cilat janë vështërsitë ose lehtësirat që do t'u ndihmonin qytetit dhe më? Taksa. Ne do t'i ulim taksat, po biznesi i vogël është me zero taks, na thonë. Por për biznes e vogël çfarë kemi menduar ne? Ne kemi menduar për të gjitha bizneset do ulim energjinë 6 tek. Ajo zonja aty më tha, ka që kemi patur dikur, ne a që kemi patur, ne shkojmë aty pra, tek 6 tek. Ne në ana tjetër, bashkisë, do t'i vëm kufi ligjor. Nuk do mund verë kur të gjitha taksat së bashku në shumë se 1% të xhiros. Sot, ju paguni bashkisë 8-10% të xhiros. Dhe ky është një arbitraritet. Dhe bashkia, bashkia akumulon një fond për 5 miliard euro bashkë me atë që merr nga qeveria. Ku shkon? Nga ç'bën? Shtrohen në rroga dhe 1/3 e rrogave, minimumi 1/3, absolutisht janë në emigracion, janë jashtë edhe ndajnë vetë parat e tyre. Kjo është krim, pastaj sa ato ju ja u marrin. Ishi është dita, e keni vetë parasysh. Këta kandidat që... Trek. E kemi rrugën për drejtë. Përshëndetje të përzemërt edhe fitore. Përshëndetje. O, Pimi. Po, patjetër, shpejt. Jam në Napoli. Shpejt, bravo. Shpejt me. E sa lirë një jemi neve. Hajde. Ja gje. Pronarja, kjo është Faleminderit shumë faleminderit. Çfarë do bëjmë ne? Do fitojmë. Keni sukses. Bravo.
fitojmë, bravo. Pastaj Zoti ka pru. është shumë të mira. Faleminderit shumë. Fitore. Dhe të jeni të sigurt që ju biznesi juaj do jetë më suksesshëm. Se ju I prishni punën që thoni ulni zërin. Do marrish 200.000. Absolutisht do marrish, do inshallah. 300, 100 ditë të para kalon të gjitha ligjet dhe vendoset pensioni minimal, vendoset minimumi jetës 200 euro. Kemi qenë doktor. Arsimi duhet I kthehet dinjiteti, sepse fëmijët tonë po kthehen analfabet. Ke shumë të drejtë. Ne ke shumë të drejtë. Ne kemi një program për të transformuar arsimin. Ne kemi me vërtet ne kemi një program shumë të veçantë për arsimin. Ne e fat bukur, jo e fat bukur, e ka thënë të botat, e për fat keq e konstatojmë. Ka thonë janë traketa të vjetra. Në cilësinë e arsimit, po ne do e kthejmë. Votoni njëshit, Partinë Demokratike kandidatë sa. Me krashim mo. Bravo. Edhe unë ju shumë shtet dhe këzohëm që ju takova. Përshëndetet për zemër ta. Faleminderit Rraf, faleminderit shumë. Pritet takoj edhe zotë e shtëpisë tu. Si e ku jeni? Si shkon? Mirë, si të ecën? Do të punoj që të ecë më mirë. Si që koha, ashtu po ecën. Do bëjmë çmos që të ecë më mirë. Absolutisht. Mundohu të rregullosh një çik çështjen e pronave, se ne ish pronarëm. Të garantoj që brenda këtij mandati do marr zgjedhjen e plot dhe përfundimtare, pronat dhe të përdjekurit. Nuk zgjatet mas. Kemi pas asnjë përndjekur, por pak për pronat po jë. Çfarëdo çmimi që të ketë, ne do ta zgjidhim. Inshallah. Çfarëdo çmimi që kushtojë zgjidhja çështjes të përndjekur, ne do ta zgjidhim. Nuk do ta zgjasim Zgjedhja e ligjit 7501 sa është rrëmuj. Absolutisht ne do e zgjidhim. Edhe këtu Gazi për shumë si Tiron që vjen të gjohë, duhet ati shumë të problemet tona. Ai është zëri jonë, I Tironcave, edhe energjin do ta ulim në 6 lekë. Inshallah. Do e mirë që bëhet për pirën tonë, do ta bëjmë këtë fare. Dhe bashkia nuk do mund vendos asnjë taks mbi 1% të xhiros, të gjitha së bashku 1% të xhiros. Ju jeni rregullatorët e ligjeve, çfarë themi ne vetëm fjalë kemi. Sot janë 8%, 10% taksat e bashkisë. Ku shkojnë? Shkojnë në rroga, të cilat 1/3 e punojësve të bashkisë janë në emigracion, këta ndajnë rrogat e tyre, I ndajnë drejtues të bashkisë. Po kjo në fund. Prandaj me 11 nishin është nuk të tjerë, zotit. Dhe kam dafta. Unë që s'kam qep me bëj foto të me bëj vetëm do. Unë mos me 2 dorë, t'jap 2 dorë. Mos me punoj. 2 dorë. Do të faloj shumë. Respekt. Do po shtash. Edhe ty zotë shumë faleminderit. Si të shkojnë punë shqiptarëve? Falenderoj shumë. Ne do bëjmë gjithçka. Mashallah. Që nuk e vëmë dyshim. Të arrini më shumë, që të keni më shumë dhe të investoni më shumë. Ne kuptojmë që sa e vështirë është jeta me një biznes të vogël, na do e lehtësojmë atë. Do ulim çmimin e energjisë, do përgjysmojmë çmimin e ujit. Energjia do shpresë të 6 lekë. Do përgjysmohet tarife e ujit dhe bashkia me ligj nuk do mund vendos taksa të gjitha së bashku me shumë se 1% të xhiros. Sot I ka 8% të xhiros. Pa tjetër. Që është e vërteta, unë nuk marrë shumë nga politika, po nuk them që
Gjiron që njim ka të bërë një herë një kohë, në ditë të shti gati e bëjmë për festa. Do ta kthej prapë, edhe do të kalojmë atë kohë. Ne garantoj që do të kalojmë atë kohë. Hajde mirë. Mirë. Po të fatesh më sa. Falem shumë. Ja, një sekundë. Dale, fëmijë. Ta marrë me fjetë zirë. Një sekundë. Mos, do ta bëjmë një fjetë e vjetë. Dash dere. Voli për salut. Bravo. Hajde tani pak shpejt pak. Era 30 dal vëta. Gaz shpejt një foto që ta kemi kujtim. Bukura, na bukura më shikoj. Ha më rëti. Boja I qikse e ka, boja qikate. Boja ka të shpet, hanë se kemi kumë. Jo, mirë jemi. Ka kosh me mu pastaj. Po, bravo. Nuk bile laqës jemi. Shqipëri, bravo. E ke bërë foton. Para meje. Voli pa për Po. Ta prezodi më. Tani, ti heqim. Ti heqim pra Bajshim që të qështë dy Andrea Marvesh. Më bëre foto. Po, do vi. Hajde më qo pak të dyqani ju ti. Doktor. Doktor. Yll, farë. Kemë që bëjmë. Hajde jeme qo të dyqani, ma le pa. Mosa e bukura, kjo princesh farë. Ashtu. Doktor, do të caj një person që unë ka të që më shetë të rruga. Ati po përvejt të dyqani të Tjetër, a I të në komandojme. Pa tjetër, më me klasit bërë. E martorte. Pa tjetër. Mirë se me e dhe misionori kongët shqiptarë. Mirë se u gjeta. Dritë shpirtit I banë. Dritë shpirtit. Edhe ju nga zemër. Dhe ju garantoj që do bëjnë gjithë shka për t'ja uletësuar. Nga kjo I ka ardhë keqja për të presionit. Do bëjmë gjithë shka për t'ja uletësuar këte mullim të përditshëm që t'keni më shumë sukses, më shumë të ardhur. Pa tjetër. Me knaqësi. Super mirë. Faleminderit. Edhe ju zotin. Vazhdojmë të Për të jap dorë një pastaj. Kam boti. Profsa male. Edhe ju thoni sa male. Edhe ju siguroj që do bëjmë gjithçka për ta lehtësuar jetën tuaj. Do vendosim minimum jetim 200 euro. Do ulim taksat, do të ulim të 3 fish çmimin e energjisë. Faleminderit, inshallah ka zoti. Po. Dhe atyre që u vën 8 taksa, 10 taksa bashkive, do t'ja vëmë kufirin të thana, se I marrin taksat e I kthejnë në rroga të punojësve që s'janë aty fare. 1/3 e tyre janë në migracion, më shumë se 1/3. Me drip se shohim këtu, shohim televizin që na. Ku e koma djalin? Posta ideali bukur. Ai do na çojë dyqanin. Se më ftoj të dyqani im. Se gjeta. Si e? A je mirë? Për bukë të punu për ditë. Mirë je, mashallah. Mirë, faleminderit. Shqyqymë, shqyqyqy dole, Po pa tjetër. Ka 12 vjetë e ca. Inshallah presim më të mirat. Të garantoj që do bëhen. Inshallah, E shpresoj. kemi datën 11. Po. Të votojmë njëshin, votojmë deputet të aleancës dhe një sigurojmë.
se do të lehtësojmë shumë çmimin e energjisë, do e pjestojmë me 3. Çmimin e ujit do e pjestojmë me 2. Bashkisë që vëm taksa absurde gjerë në 8 dhe 10% të xhiros, kur nuk do mund vendos taksa mbi 1% të xhiros. Kaq, gjitha taksave. Po të bëhen gjitha këto dhe ne do të lehtësohemi. Ju siguroj që do bëhen 100 ditë të para. Jo me 100 ditë të para. Se është kollaj të vesh ju biznesit 10% të xhiros, 8% xhiros taksa dhe të mos u kthesh asgjë. Dhe të më përpunë azi, kudo që shkoj, gjej infrastrukturë të rënur, kudo që shkoj, gjej munges shkollash, kudo që shkoj, gjej munges kopshtesh. Çfarë bëjnë? I vjedhin me 5 dëra, me 3 dëra, me këta janë të gjithë sekti. Marsi, dhe tani të bëjmë gjithçka. Fitore. 11 maj është dita jonë, është dita e nishave. Unë zonë që takoj. Edhe ju troni. Edhe ju troni. Shmet e të mira. Zonë shumë që takoj. Faleminderit. Ju garantoj që do bëjmë gjithçka për t'ja u lehtësuar dhe për kontribuar që ju keni më shumë sukses, më shumë tarme. Pra, do të përgjysmojmë çmimin e ujit. Do të ndajmë me 3 çmimin e energjisë. Do merrem me 6 lekë energjinë dhe jo 18 lekë. Bashkia nuk do mund vendos e gjitha taksat e saj s'do mund t'jenë kur më shumë se 1% e xhiros. 1% e xhiros. Dhe këtë ngrirë ju me frymëgjershëm. Edhe fitore me shëndetë dhe fitore. Fitore, ju faloj shumë edhe ju uroj shumë. Doktor Karli e kemi këtë dërmon tonë. Special fare. E ka vetë të kuqezi. Special, mo special. Aromë. Absolut. Faleminderit, si shkon, a jemi, si jemi? Mirë. Faleminderit. Prit. Faleminderit shumë. Të bëjmë gjithçka me 11 fitore. Përshëndes, si jeni? A jeni mirë? Si shkoni? Mirë, faleminderit. Si e kaloni? Si u ecën? Më tha, isha tek dyqani mishit. Më përpara tha, sot tha e kemi ndodha që të kemi tregun e përparshëm vetëm ditë festash, kurse ditë të tjera tha, kurse atëre kishim si ditë festash. Prap do e kthej. Të garantoj që do e kthej, sepse do bëjmë gjithçka njëherë që ju të keni një barë fiskale më të kurtë. Do ulim çmimin e energjisë, do e shojmë në 1/3, jo, 1/3 është 18 lekë, do bëhet 6 lekë. Do përgjysmojmë çmimin e ujit. Do i dhem kufi bashkit, nuk do mund vendosin taksa mbi biznesin e vogël në shumë se 1% të xhiros. Sot ato vendosin 8 dhe 10% të xhiros. Po, sa do të vetë. Kështu që do e rikthejmë dhe njëherë shpirtin e iniciativës shqiptarëve, i cili është ka më të fuqishëm, më të fortë. Me 11 të gjithë bashkë, fitore. Faleminderit shumë. Mirë dita. Si shkon? Si tecën? Je pronare apo punëtore? E vetë punësor. Shumë bukur, është yti.
Çfarë do të kërkoje ti që të kishe parurat më shumë, ta rrije më shumë me këtë biznes që ke? S'është se kemi ndonjë kërkesë shumë të madhe. Thjesht kemi punë, shoqërozotit, por nuk kam ndonjë kërkesë, domethënë. Mirë, ju s'keni ndonjë kërkesë, por ne kemi kemi një ofertë për ju. Çfarë do bëjmë ne? Ne do të ulim çmimin e energjisë nga 18 të 6 lekë. Ne do përgjysmojmë çmimin e ujit. Do bëhet. Ne nuk kemi ne i bëjmë ato që themi. Ky është dallimi midis Sali Berisht dhe atij tjetër që i rreshton si mban asnjë. E treta, bashkia e cila u vendos ju dhe gjitha bizneseve të vogla 10% të xhiros taksa, nuk do mundet kur të vendos më shumë se 1% të xhiros. Atëherë, të gjitha këto pare, të gjitha këto fonde, nga kaq të mëdha, po janë diçka, do mbeten ju për ta zgjeruar pak më shumë, për të punësuar edhe një tjetër kur të bëhet. Po paguam më pak, pra më mirë. Ju siguroj që ajo do ndodhë, po vetëm se 11 është një ditë përcaktuese. Të zgjedhim njëshin, votojmë njëshin se kemi votuar ndryshimin, kemi votuar për... Hajde, përshëndes. Faleminderit. Përshëndetje. Si e? A je mirë? Si shkon? Si të ecën? Si e kalon? Shtynë. Ne kemi një paket për lehtësimin e biznesit vogël, sepse për ne biznesi vogël është biznesi më kryesor. Është më kryesor sepse punëson më shumë se çdo biznes tjetër. Edhe ne punësimin e kemi çështjen më kryesore. Në këtë drejtim, ne kemi vendosur që biznesit vogël dhe gjitha bizneseve, energjinë nga 18 t'ja ullim në 6. Në fakt ne kaq e kemi pasur. Edhe kaq do kthehet sepse Shqipëria ka mundësi ta ofrojë. Po të mos kishte mundësi, po të ishte e tëra duke ardhur nga termocentralet, jo. Por ajo vjen nga kaskada Shumica dhe kaskada e bën të mundur shumë të shumë. Së dyti, uji. Ne nuk do paguani vjedhjet e ujit ju, ne do e përgjysmojmë çmimin. Për këtë ju siguroj me një dekret veçantë. Së treti, bashkitë kanë një mani të papërmbajtur të shtojnë taksat. Për shembull, ti paguan këtu taksën e shkollës. Taks mas takse. Bashkitë nuk do mund vendosin taksa në shumë se 1% të xhiros. Sot ato vendosin 8% edhe 10% në njërë të xhiros të bizneseve. Çfarë bëjnë ato me këto? Ne nuk kemi për të boshatis arkën atyre, jo absolutisht dhe përkundër dhe do japim nga buxheti atyre, por jo të gjobisin bizneset e vogla, se me këto para çfarë bëjnë ata? Me këto para shtojnë borderot. Dhe borderot e bashkisë është gjetur janë edhe të administratës shtetërore, po veçanërisht bashkive, mbi 1/3 e punojësve e kanë në migracion. Rrogat dhe sigurimet shoqërore të tyre i ndajnë drejtorat dhe zyrtarët e lartë. Kjo në rrëfut. Prandaj, me 11 maj të bëj thirrje të zgjedhësh për suksesin e mëtejshëm të biznesit tënd edhe për një mprëmje më të madhe. Miru pafshim. Pension, minimumi jetik do jetë 200 euro. Nuk do ketë asnjë pension në Shqipëri nën 200 euro. Miru pafshim.
Si e? Faleminderit. Si shkon, a e mirë? Ju mirë. Mirë, faleminderit. Zorim që keni mirë me shëndet. Edhe unë gëzohem shumë. Edhe urojmë për gjithë mirat. Edhe do bëjmë gjithë shka që t'ja u letësojmë. T'ja u letësojmë punën, t'ja u letësojmë suksesin, të rristi biznesin, të rristi punësimin. Gjërat më jetike për shqiptarët sot është të marrin rroga më të mira, të punësohen më shumë. Biznesit ketë në shumë sukses. Amin. Faleminderit. Edhe marrë mirë. Datën 11 bashkë të gjithë. Do të votoj mishin. Bravo. Fotografi shkëlqyer. Doktor, përshëndetje. Ai nuk mirë, si mirë. Mirë dita. Mirë se u gjeta, si jeni? Si shkoni? Si u ecën? Bënë edhe i hapë për para. Pa tjetër. Fitore i hapë. Mirë. Fitore, faleminderit shumë. Do bëjmë gjithçka për sukses më të madh. Për të patur ju të punoni në këto kushte. Siguroni jetën me një mundim të vërtet. T'ja u lehtësojnë të ulin nga 18 në 6 lekë çmimin e energjisë. E kemi patur që është e vërteta dhe prapë do ta bëjmë se mund të bëhet, por mos nëse Po të vishtin krye shtetit e banë. Po. Janë me banë. Biznes më Shkodra vim tu. Po, prandaj edhe do ta bëjmë. Së dyti ujt, do ta përgjysmojmë. Se kanë dyfishuar taksën e ujit. Jo do ta përgjysmojmë. Së treti, bashkive në Tiranë, Shkodër dhe në gjithë Shqipëri, pavarësisht se janë demokratë, socialistë, çfarë janë, do të vëmë kufirin tek thana, në kuptimin. Nuk do mund të vënë taksa më shumë se 1% të xhiros biznesit. Sepse sot ato tatojnë gjërë 8-10% të xhiros. Kjo merr fund. Ato para që u marrin ju me këto taksa, ata I kthejnë në rroga, në rrogtar që ikin në migracion dhe vetë ndajnë rrogat e tyre. Kjo është bërë gjëja më zakonshme e vjedhjes në xhepave, vjedhjes rrogave, në fakt ja u vjedhin ju, ja u vjedhin biznesmenëve, se ja u marrin këtyre taksat edhe I fusin xhepat e vetë. Këto do marrin fund. Dhe me 11 maj është dita pra e të gjitha këtyre. Urojmë shnet e jetë. Gjithë mira, dhe nuk do ketë minimum jetik për çdo pensionist, nuk ka pension në 200 euro. Nuk ka shqiptar që nuk do marrë 200 euro. Pra, do përpiqemi t'i japim një goditje të fortë dhimjeve që njerëzit të përjetojnë edhe të ecim në rrugë të negativit në ju. Me të ruaj 150 vjetë më duken pak. Faleminderit. Trojtë sote. Faleminderit. Kam të shirë, Me plashi. pak që jetë, Edhe ti 120. edhe rrëpë se qopës, Faleminderit. edhe fitore që bravo. Faleminderit dhe shumë goja. Urimi më I mirë që mund të bëj. Po, pak. Faleminderit shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Do fitoj. Po, e kemi. Sa herë Galisi e ke. faleminderit shumë. Përshëndetje për zemër. Gjuhë, faleminderit shumë.
Zemër. Degja me të. Si jeni? Hajde mirë. Gaz. Po nuk s'pun të e djali. Po shpesh? Jo, si jeni? Po, mirë. Falënderoj shumë, të gjithë bashkë. 11 ditë ditë e ndrymit madh. Falënderoj shumë falënderoj. Do ecim. Si zonja? Hajde mirë. Si jeni? Si shkoni? Si e kaloni? Lërdita? Mirë falënderoj. Si shkoni? Si u ecën? Mirë. Ne do bëjmë që të eci dhe më mirë. Synimi ynë është që ta keni më të sigurt. Ne e di që do mi pramu më në që të vijë shok njemi. Të vishë dhe kur jeni në pushtet. Jo, atë është në arroni. Po, tani them unë një gjë. Premtime na bëri edhe ju. Jo, po, tani tek premtimet. Premtova dyfishim në rrogave, rrogat i dyfishuara. Premtova taksën 10%, taksa 10% u vendos. Tani po vi nga një gjyqan tjetër dhe i them që energjini do ta bëjmë 6 lekë. Kaq e ke patur më tha. Më tha vetë, kaq kemi paguar atë. Prandaj siguroj që këto që po themi, ti je i sigurt, do t'i bëjmë 100 ditë e para. Çfarë do bëjmë 100 ditë e para? 100 ditë e para do vendosim minimum jetik për çdo shqiptar. Pra nuk do ketë njeri që do firmos në borderon e këtij shteti që do marrë ndën 200 euro. Janë 560.000 pensionistë që marrin ndën 200 euro. Pensione të pjeshme, pensione minimale, pension edhe mesatari sot është 167 euro. Pra, ne bëjmë një shpërndarje tjetër, sepse ti e pe që qeveria vendosi 8 miliard euro në buxhet dhe la 16 milion për pensionistët. Ashtu apo jo? Po, a mund të lijen 16 milion për 780.000 vetë? Këte, falë minut. Ky që është tu, Mandeli, ky Malazezi, qeveria ti i ka rrit pensionet në 450 euro pensionin. Atë që kemi në 167 sot, aja ka 450. Pse ka 450? Jo se i ka mbi nga fondi pensionet, por ka dhanë nga buxheti pensionistëve. Dhe ne do ta bëjmë këtë, që jeni të sigurt ju, brenda 3 muajve të parë, se sot janë qindra mijëra njerëz që vuajnë ose për kafshatet, ose për ilaçet. Po. Ndaj dhe, ajo që tha ty është e drejtë, por një gjë të dish, që kur premtim konkret, që nuk mbaj, nuk bëj. Sepse s'me detyron asgjë të bëj. Jo, absolutisht, themu, ne, ja po them, energji më tha jo, kur i thashëm do e ulim në 6 lekë, të lumë tha, ka që ke patur, Dhe ujë do e ulim, do e përgjysmoj. Sepse mund përgjysmohet. Tjetër punë se të ndodhë, se nuk investojnë, se e vjedhin, se e bëjnë tu. Po ujë, ne jemi vendin më i pasur ujë. Bashkia u merë këtyre, u merë deri në 8% të xhiros taksa. Ka shumë taksa brenda jo. Po, bravo. Sepse i fusin aty tek ujë, i fusin aty taksat. U merë deri në 8-10% të xhiros. Ku i çon ato para bashkia? Bashkia ato para i punëson dhe ku janë? 1/3 punësuesve janë në emigracion. Dhe rrogat i ndajnë drejtorat e sipër drejtorave. Prandaj dhe si ta bëjmë? Prandaj me datën 11, miku im, me datën 11 të votojmë këto ndryshime dhe siguroj që pik për pik do të jem përgjegjës vetë për zbatimin e tyre. Për këtë ju garantoj. Në momentin që do bëhen këto, nuk ka nevojë për shembull ti të dalësh siç një njeri i thjesht, për shembull, s'ka nevojë, një njeri që bën ato
Këto janë 100% të mundshme. Pse janë të mundshme? Pse janë të mundshme? Bravo. Pse janë të mundshme? Se të vesh 8 miliard. Ku janë nga këta vina ato 8 miliard? Ata u marrin këtyre me radhë të gjithë qytetarëve, bizneseve, me radhë edhe barë vjen arka plot 8 miliard. Dhe kur i shpërndaj, i lanë 16 milion euro 780.000 shqiptarë. Dhe i thotë, përmbysemi po ta rrisim pension. Si u përmbysem? Pse rriti Marazezi e ka pas me tu se ne? E bëri 450 euro pension. Ndaj dhe dakord, po ne çfarë duhet bëjmë? Ne duhet ta studiojmë këtë program, ta shohim. Dhe natyrisht edhe gjë. Nuk kam fare lakmi për të shkuarën. Po çfarë shërben? Shërben një garanci ajo, sepse ne vërtet kur e thamë 10% si taksë të shesh, u ngritën, jo qeshen, jo ne e bëm atë. Dhe thanë që do falimentoni, jo nuk falimentuam, u shtuan ta. Pra, vetëm me taksë të shesh, rrogat e gjithë rrogtarëve rritën rrogat mbi 500 euro, rritën 13%. Vetëm kthimi tek taksa e shesh mbi të ardhurat, i rrit rrogat automatikisht 13%. Po marr këtë moment përveç të hyrjes pensione. Unë do të miqësisht do u sugjeroja që të punoj edhe me një tjetër skeptik, që thotë ma do i bëjnë, aq do i bëjnë, gjitha këto, se ne do t'i bëjmë, ne nuk kemi premtimet për t'i larë rrugëve, si që ai tjetër. Shumë faleminderit. Me datën 11 patjetër. Me datën 11. Drejt. Takim shpejt. Më përshëndes. Si je? Si shkon? Forcë djalëri. Pra. Si u eci? Mirë me thonë. Po do bëjmë mirë. Po do bëjmë shumë mirë. Jam garantoj që do bëjmë mirë. Vazhdas një vllaj, do bëjmë mirë. Shqip me tha një dyqan mishe, tha sot tha atë xhiro që bëjmë sot në ditë të festave në pare kemi pasur çdo ditë. Dhe i thash ne do e kthejmë dhe do e tejkalojmë atë. Vazhdas një vllaj, do jem gjithë tjetër gjatë. Nuk pafshim. Faleminderit. Avash. Ka zot këtu. Patjetër. Sili. Mirë, faleminderit. Ju fare që A ta bëj po të me çundi? Po patjetër shpejt. Shumë faleminderit. Mirë, faleminderit. Si shkon? Alo. Po jo, mirë. Mirë, faleminderit. Fitojmë të radhë, patjetër. Do fitojmë, bravo, do fitojmë. Edhe do fitojmë dhe do bëjmë gjithçka. T'ja ulëtsojmë jetën. Ma ka premtuar Do bëjmë gjithçka që biznesi i vogël të ketë ardhura më shumë, të rrisë rrogat më shumë. Do bëjmë gjithçka që pensionistët ja kam premtuar që do vi. mos ketë asnjë pensionist në Shqipëri me pension 900 euro. Shërbimi i energjisë do ta lëshojmë, do ta ullim në 6 lekë, nga 18 që sot. Ujin do ta përgjysmojmë. Bashkia nuk do mund vendos taksa më shumë se 1% të xhiros. Njerëzit do marrin fillimisht, do marrin më lërisht, do kenë tavra më shumë, do paguajnë më shumë punëtorë, do zgjerojnë biznesin, do punsojnë më shumë. Ky është. Edhe ju përshëndes. Sa me taku. Kuna doli. Përshëndetje. Patjetër. Përshëndetje për zemër. Përshëndetje për zemër. Elisabeta. Përshëndetje për zemër. Gjohan, si je?
Ai mirë. Mirë, po me klasi. Me klasi. Bravo. Në dhe fitore. Gazi. Shumë milion. Për shtetjen edhe për unë. Edhe për ojë në zemër shumë. Shumë faleminderit. Fitore, faleminderit shumë. Fitore. Faleminderit. Ajo duja që ta bëjë një foto në Ronadën. Unë ka thonë. Kam. Çfarë bëra? Që më ka regjistruar në zgjedhje. Unë kam regjistruar gjithë komunitetin. Për shtetet për zemër. Si. Bravo, Mirë, faleminderit. Ju lodhi shumë. Por ne do bëjmë, do përpiqemi të lehtësojmë. Do bëjmë gjithçka. Do ulim taksa. Do ulim me 3 fish çmimin e energjisë. Do ulim shumë fish. Taksat e bashkisë absurde. Do jenë kur më shumë se 1% e xhiros. Do përgjysmojmë tarifat e ujit. Pensionistët nuk do ketë pension në 200 euro. Rrogat e ulta nuk do ketë rrogë tut në 500 euro. Pra, synojmë me shpejtësi të japim një frymëmarrje të tretë. Biznesi t'u kthejmë njerëzve shpërblimin për punën që bënë. Dhe kjo është dignitet, ta vjen njeriu, punon ndodhet gjerësi po të shpërblim. Prandaj dhe data 11 përcakton të gjithë. E dini vetë, votoni njëshi është numri i qiellit, numri i diellit, edhe numri i diellit dhe ne. Miru pafshim. Shtes, për të përshim. Si, edhe unë ju falëroj ju shumë. Faleminderit dhe ju të bëroj qofshin. Dhe ju siguroj se gjithë shka do bëjmë për lehtësimin e biznesit. Ne do të ulim në 6 lektimin e energjisë. Kur ja thash një zonjës diku më sipër, më tha, ka që ke patur në aftë. Por kaq do jetë. Sot është 18 lekë, është absurde. Absolutisht shumë herë mbi postën. Edhe nuk do ta lëmë atë. Do ta unë, edhe shteti nuk mund. As 100 euro. Shteti nuk fitoi në absurditet edhe të dënoj biznesin. Do përgjysoj çmimin e ujit. Tjetër. Do bëjmë gjithë shka që rrogat mos jenë ndër 500 euro. Bizneseve dhe o kompensoj me ullje taksash, dhe o kompensoj me ullje tarifash. Bashkit nuk do mund vendosin taks me shumë se 1% të xhiros. 1% e xhiros, ja thonë. Tani për tani, në taks arsimin kundërshtim me kushtetuta nuk lejon vendosje takse kombëtare. Arsimi është çështje kombëtare, është institucion kombëtar. Vendosin ku janë shkolla. Rrinë në mund tjetër shkollë 5 herë. Kudo që shkoj gjej mungesë shkollash. Kudo në Tiranë, jo në s'po flas, por në Tiranë isha në lagjen 2 kërkesa kryesore për shkollë. Lagjen 2. Isha lagjen 2 sipër. Isha lagjen 7 kërkesa për shkollë. Kërkesa kryesore për shkollë. Jo, ne do I kthejmë. Nuk do paguani ju taks arsimi, ju e paguani taksën, paguani në çdo mall që blini, dhe në ato ne do ndërtojmë shkolla, ju do u lehtësojmë. Data 11 është dita përcaktuar, e dini vetë. Është njëshi, do votoni për njëshin që të bëjmë nyshimin. Shumë faleminderit. Ne jemi vetë. Ja uro çfarë thotë.
Ja, më falni një minutë, ju lutem. Ja çfarë thot? Hapësira publike thot, e kemi patur 120 lekë metri, e kanë bërë 15.000 vjetra ose 15 vjetra ose 15.000 lekë, apo po, e kanë bërë 13 herë më të madhe. Shikoni çfarë ndodh. Edhe pse? E çfarë shërbimi merr? Absolutisht do zbresi aty ku ka qenë. Hapësira publike do kushtoj më pak se 1/10 asaj që kushton sot. E rëndësishme është që njerëzit janë punësuar aty, mbajnë familje, hapin vende pune. Ndaj dhe data 11 është data e ndryshimit të madh. Mirupafshim. Shpejt. Si jeni? Hajde mirë, si shkoni? Dita, si jeni? Si u esin? Do bëjmë gjithçka që të esin më mirë. Absolutisht. Spari, tani më qa aty, dhe më tha se hapësira publike nga 1.200 lekë që ka qenë për para, tani është 15.000 lekë. Ju siguroj që do zbresi në 1.200 aty ku ka qenë. Me njëherë, së dyti, bashkia do da ketë kufirin të thana, në kuptimin që nuk do mund vendos taksa më të larta se 1% e xhirës tuaj, e xhirës. 1% po, do të paguar. Sot është 8 deri në 10%. Energjia, ju shitet me 18 lekë, do ta blini me 6 lekë. Uji do të përgjysmohet. Të gjitha këto e bëjnë një dallim, e bëjnë një mundësi për një zgjerim të biznesit, për një punësim më shumë të dikujt tjetër dhe për frymarrje më të madhe. 11 maj është dita jote. Po, do fitojmë, bravo. Ju pa. Numri 1 dhe kandidat të Partisë Demokratike. Do të paguaj pse më shumë shpejt. Sa shaq la të dorë. Një dita. Si jeni? Si shkoni? Kërësoni. Tjera do t'ju rregullojmë. Ju siguroj se ky mundim, kjo sakrificë që bëni çdo ditë për të siguruar jetën tuaj, do të lehtësohet, sepse do bëjmë gjithçka që ju të paguani shumë më pak taksa, të paguani hapësirën publike 12 herë më pak. Ka qenë 1.200, aty do shkoj. Jo 15.000 sa që është sot, metri katror, po do shkoj tek 1.200, sa që ka qenë. Se këta çfarë bëjnë? Këta i marrin para, shkojnë dhe punësojnë falso njerëz dhe ndajnë rrogat, ata në emigracion si janë në Shqipëri fare dhe këta vjedhin rrogat e tyre. Kjo ju vjedhin ju faktikisht. Energji do ta pjestojnë me 3, ujin do ta pjestojnë me 2. Pra, do bëjmë çdo gjë që ju të keni një frymëmarrje më të madhe. Me datën 11 është shumë e rëndësishme që të bëjmë gjithçka, të votojmë njëshin, votojmë Partinë Demokratike, deputetët e saj. Faleminderit shumë. Zonë shumë që takoj. Ka qenë që ato që diskutojnë në Zënis ishte... Ha, bravo, tek po, Franco Croce. Kemi festu ke shtëpia ime me nisme vete. Bravo, zonë shumë që takoj. Shif, hajde këtu. Jo. Një minut. Jo me kamerë. Po. Jo kam frikë. Komisionerja
komisionerja që numroi votat me të cilën demokratët përmbysen diktatorin. E mundën atë në zonën elektorale. Hajde. Ky mandat të jap fjalën derit se do të jetë mandati i përgjigjes përfundimtare për pronën. Më i Zoti, jo i Zoti. E ka marrë më i Zoti. Do i marrë të gjithë, unë po flas për t'i marrë të gjithë. Do shkoj ke i Zoti shpresa. Unë po të garantoj që do bëhet zgjidhja përfundimtare e tyre. Po, Me shpresa vjen. me shpresa dhe këtë drejt. Shumë Tani, e vështirë. e sigurt që do. I kanë marrë në të gjitha shkallët sepse ndronin gjyqtarët e bëshim ato hilet e veta. Faleminderit shumë. Shumë të mira. Me datën 11 edhe një herë ta përmbysim diktatorin e dytë. Faleminderit shumë faleminderit. Për shpresë edhe unë ty përzemërsisht. Kemi të parët Me 11 me 11 njëshin. të bëjmë ndryshim në madh, votojmë njëshin. Dhe ju siguroj se do ketë një ndryshim me të vërtet thelbësor në drejtim të qytetarëve, në mënyrë që t'ja u kthejmë atyre parat. S'bëjmë asgjë tjetër. Vetëm ja u kthejmë parat, ato para që u grabitën në një mënyrë që qytetarët e kanë shumë vështirë ta kuptojnë. Faleminderit. Shtet, miru pafshim. Drejt. Vazhdojmë drejt. Përshëndetje. Si tezi, si po shkon? Do të bëhet shumë më mirë. Sigurisht. Do të ketë ndryshime të mëdha. 11 maj njëshin të gjithë votojnë. Për qafime. Respekt. Faleminderit. Përshëndetje të zemra. Fitore, bravo. Përshëndetje. Bravo. Hajde të bëjmë një bashkë. Të bëjmë një selfie. Hajde të bëjmë një selfie. Hajde, bravo. Ja më s'desa ta mori ta bëjmë me salën se kena një zot. Përfitojmë nga kohë. Rrofsh. Hajde fitore. Hajde shpejt. Faleminderit. Shumë të mira, faleminderit. Hajde uri. Përshëndetje. Përshëndetje dhe do takohemi prapë. Por, si e, si shkon? A e mirë? Lodhësh? Ja pa. Do bëjmë gjithë shka të tetësoni. Në qofë si biznes, qofë si pension, qofë si rrugë. Ju garantoj që programi u jep përgjigje çështjeve më kryesore. 11 është një ditë ku ne mund të firmosim një gjë të madhe për vendin dhe për veten. Miru pafshim. Ja, Lena. Në qep. Si e një? Si shkoni? Si e kalzovi? Si shkoni mirë? Se ka dhe me kamerë. Ne kemi një projekt me të cilin ne kërkojmë t'ja u lehtësojmë. T'ja u lehtësojmë sakrificën që absolutisht po. Do ulim ndjeshëm taksat, s'do paguani kur për hapësirën publike 15.000 lek, po do shkojnë në 1.200 lek. S'do paguani kur 18 lek për energjinë, do shkojnë në 7 lek. Po, ne i kemi të prera ato që premtojnë. I kemi dhënë provat. Miru pafshim. Bravo. Të lumë. Shumë e vërtet. Përshëndes. Si të kam, si e?
Mirë, faleminderit. Sutes Kolon. Faleminderit shumë. Unë gëzohem që të takoj dhe të siguroj se projekti është një projekt i cili me cilin biznesi i vogël, që për ne është biznesi më i rëndësishëm në kuptimin e asaj sepse është biznesi që punson më shumë shqiptar. Të kanë duket se jetë bërë pa banë. Unë jam në originë në fatë të aparit, mama nga Kordonia, nuse nga Kordonia, lindur e rritën Koç, po, nga të lejnë s'ka. Turoj shëndetit gjithë. Falenderoj shumë të gjithë bashkë 11-ën ta kemi ditën e madhe për secilin prej nesh. Amen. Patjetër. Faleminderit shumë. Shëndet. Shëndet të mira, shumë faleminderit. Mirë dita si jeni? A jeni mirë? Si shkoni? Si e kaloni? Mirë. Gëzohem shumë. Do bëjmë gjithçka për lehtësimin tuaj. Ju keni sakrificë, por ne do bëjmë pa mundur me taksat, me energjinë, me tarifat e ujit, me tarifën e hapësirës publike që ju marrin sot 15.000 lekë, do zbreste 1.200 lekë sa çka qenë, dhe ju do keni para më shumë. Do ta zgjeroni biznesin, do punsoni më shumë. Dhe ju ftojmë në 11 maj të votojmë dyshim. Mirupafshim. Përshtes. Si je? Mirë faleminderit. Mirë. Zona tjeshi fort. Mirë, edhe unë gëzohem që të gjaj këtu edhe që të shot fort. Siguroj se pas 11 maj ne do të bëjmë gjithçka që të përmirësojmë me shpejtësi financat e çdo shqiptari dhe çdo biznesi të vogël. Do ulim tarifat nga 15 për hapësirën publike në 120, energjinë nga 18 në 6, sa shka qenë, se ka qenë 6 është vërteta, ujnë do e përgjysmojmë, pra me besimin e plotë se duke shtuar, duke rritur tarrat për biznesin e vogël, do rrisim punësimin, do rrisim rrogat, do rrisim suksesin. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Po. Memorien nuk ka të dishajt. Po, mos pritet. Jemi takuar para 25 vjet. Jemi takuar, po Vetëm nuk vazhdim të rezultat. po. Si të kam? Si jeti? Si që përmarë? Edhe mu shumë të bërë, shumë që e këtë takova, si shkonë. Si je? Si e ka të shumë? Do hedhit, pra. Do hedhit. Jam ripindur. Faleminderit Kam shumë. një bindje. Gëzohem që Edhe unë gëzohem shumë. Faleminderit shumë. Respekt. Shumë faleminderit. Miru pa. Si je? A je mirë? Mirë. Jo. Si të shkojnë punë? Do i përmirësojmë. Do bëjmë gjithçka që mundi dhe djersha që derdhit të shpërblej më shumë. Ne këtë synim kemi synim t'ja u kthejmë paret shqiptarëve, sepse të gjithë taksat avullojnë dhe nuk u kthehen atyre. Ne do u kthejmë, si do ja u kthejmë, spari do t'i përgjysmojnë dhe mbi përgjysmojnë. Energjia do jetë 6 lekë, tarifa e hapësirës publike do jetë 120 lekë, shumë herë ma uj do përgjysmohet dhe më shumë tarra do mbeten për biznesin, më shumë do punsoj,
më shumë do ta zgjerojmë dhe ky është qëllimi ynë. Më shumë do visin rrogat. 11-a data e fitores. Për shpesh. Faleminderit shumë. Çka keni bërë? Si je? Mirë. Zo, mirë faleminderit. Bëhet qefi. Edhe më bëhet qefi që u takojë. Mirë. Përshëndetje. Si jeni? Mirë. Gëzohem shumë. Faleminderit. Faleminderit shumë. Përshëndetjet për zemër. Një premtim solem që do bëjmë diçka për t'ja lehtësuar dhe për t'i kontribuar suksesit tuaj në këtë biznes. Edhe ju 15 vjeç bov zoti. O zot. 15 bov zoti. Inshallah na drejton. Doktor. Suksese, fitore, madhështore. Berisha, 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 Berisha. Jepi dorë. Suksese. Përshëndetje. Përshëndetje për zemër ta. Faleminderit shumë. Zonë shumë, si jeni? Si shkoni? Mirë, faleminderit. Ne do bëjmë diçka që t'ja u lehtësojmë, që t'keni më shumë sukses. Do të nga 500 pina, nga 1500 tarifin e hapësirës publike. Shkojmë aty aq që kemi patur. Aq që kemi patur. Do të ulim energjinë me 3 fish. Do jetë 6 lekë. Do përgjysmojmë tarifin e ujit. Bashkia nuk do mund vendos kur taksa në shumë se 1% të xhiros. Dhe kjo absolutisht do i bëjmë. Dhe kjo do bëjë të mundun që ju edhe të fitoni më shumë, edhe të zgjeroni biznesin, edhe të zgjidhni ëndrat tuaja, projektet tuaja. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë dhe sukses. 11-a Bravo. Bravo. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Fitore. E keni të shkruar në fytyrën tuaj. Mos u fitofte tek sa Do fitohet. Verish të gjë, mos u fitofte tek sa rradha, po kthehen tuzat e arzat kohë tramizit. Ti shema më. Inshallah zoti para. Të përshëndet. Gëzohem shumë. Shpresoj që të heqin sultan. Po. O sot është. O sot Zgjat është. zoti jetë. Edhe ty ta zgjat zoti jetë dhe të faloj shumë. Përses, si je?
I mrekullueshëm je. Edhe yri të mrekullueshëm. I mrekullueshëm, shumë i mrekullueshëm, artist je. 500 vjet bon zoti, vetëm për ty o zot. Mrekulli bon zoti. Do ta mësojmë të. A ty të fal Do zoti. të japim një shumë të O madh. zoti, më mirë inshallah. O zot. Të cilë do pagoni 1.200 lekë, do pagoni 250.000 lekë sezon. Ata fal zoti shpirtin. Bon zoti, drit bon zoti, drit. Hajde, shumë i mirë je. Dhe po ju atje im tjetër. Hajde, marri Besoj është aty duke na prit. Kaloshi mirë, marshi i pashi e me fitore madhështore. Goja këtu, faleminderit, fitore. Si shkon? Do fitojmë. Do fitojmë. Po. Pa tjetër. Do vite ku. Pa tjetër. Ta tërgoj që pa tjetër. Po shtetet për zemër ta. Si jeni? A jeni mirë? Si shkoni? Si e kaloni? Mirë. Do fitojmë. Ju siguroj që do të bëjmë një lehtësim shumë të madh të taksave. Në mënyrë që ju fitoni më shumë, të jetoni më mirë, të punsoni më shumë dhe të zgjeroni biznesin tuaj. Ky është synimi ynë. Përshëndetje. Përshëndetje. Biro Kastrajan të uroj urime dhe suksese. Falenderoj shumë. Të takojnë emër të mamas time ka qenë persekutuar dhe ti të kish në idhull. Shumë faleminderit dhe Uroj suksese. ju shpreh nderimin tim ju dhe gjithë familjes tuaj. Faleminderit shumë Dhe 11 maj normal të dihet ajo. është dita e fitores, dita Ju kur të na mira, bashkohemi të gjithë. suksese. Faleminderit shumë. Suksese të tërë. Po. Jeni mirë. Si shkoni? A jeni mirë? Si u esën? Me ditë. Ne do bëjmë gjithçka që të eci më mirë. Çfarë do bëjmë? Do ulim taksa. Bashkia s'do mund vendos taksa në shumë se 1% të xhiros. Sot bashkia vendos 8% të xhiros, 10% të xhiros. Dhe këto taksa i shtron në rroga falso. Absolutisht 1/3 e punojësve në bordero nuk janë në Shqipëri. I ndajnë vetë rrogat dhe kjo është vërtetuar në mënyrë të përsëritur. Është në administrat, është në bashkë. Së dyti, energjinë do të paguani me 6 lekë. E kemi pasur, i thashti zonjë sipër, ka që kemi pasur, ka që kemi pasur, ka që shumë. Pse? Sepse rejo është e mundshme. Po të mos ishte e mundshme nuk bëse energjia nuk shitet në humbje. Me 6 lekë përsëri parasysh se kaskade e drinit e lejon. E treta, ju do përgjysmon. Pra, me këto, me zero taksa jetë, se e di që jeni në gjerë në vitin i shkëpota e pato, a i do të shtyret patënësisht, ju do keni të arruar me shumë. Ju do keni mundësi të zjeroni biznesin. Zjerimi biznesit do të të mundësi. Për ju është sukses, për ju është pas në këmbje ma madhe, po për qeverin, për shtetin është mundësi. Dhe është një gjë shumë e madhe. Ndaj dhe 11 maj, le të heqim çdo lloj bravo, e the bukur, çdo lloj paragjykimi,
se nuk ka më keq se të mashtrohen në mënyrë vazhduar nga njëri që nga mjezit çdo fjalë bën një premtim, çdo fjalë një mashtrim. Me 11 e keni vetë parasysh, votohet njëshi. Përshëndetet për zemër. Edhe unë ju, shumë ju fanoj me shumë mirë njohje. Se ka problem. Ka probleme me... Do falem të gjitha. E kam deklaruar mirë që ma pa hajde pak. Çdo gjob, para datës 11 maj, do të falen sepse këta janë një sistem plaçkitës që kanë përdorur gjobat vetëm për plaçkit qytetar. Të garantoj që çdo gjob do të falet. Faleminderit shumë. Falenderoj shumë. Përshëndetje. Shumë bukur. Që kam marrë të 33 vjetë. Edhe kam përnume. Edhe e ke mbajtë. Të lumë. Edhe që kontribut e kam për minore. E darmarë. Shumë bukur. Se kam... Mirë shumë. Tani, çfarë kemi ne? Çfarë kemi ne për ju, për biznes e vogël? Tash për biznesin e vogël kemi vetëm si jem barabart para të gjithëve, mos jetë një me çmime më të ulta, një me çmime më të larta. Ai që është i nons, është me çmime të ulta, unë si s'kam jam me çmime të larta, vetëm këtë konkurrencë. Edhe është një gjë për shembull, çdo kohë kur lodrat, se unë kam lodra, kur vjen vit i ri, zamirmone, një muaj përpara na fut gjoba për arsye me shit bandat e vet. Unë i lodhe për shembull të jap një fshatare këtu 2000 lekë, ai e ka 8000 lekë, thotë mos shit sa të sheson. Edhe që vetëm këtë me na siguruar asnjë gjë të ndershme, do ketë konkurrencë të ndershme dhe do të energjia do ta blinë energjinë me 1/3 e çmimit. Domethënë 6 lekë. Sot e blini 18 lekë, mos gaboj. Do jetë 6 lekë. Tarifat e ujit do përgjysmohen. Taksat e shumta që vend bashkia mbi ju. Tarifat nuk do jenë kurrë në shumë se 1% e xhiros. Sot i keni 8%, 7%, ndonjë edhe 10% të xhiros. Jo, nuk do ketë. Gjobat do falen. Gjobat e vendosura me arbitraritet nga këta plaçkitës do falen. Ne e konsiderojmë të një rëndësie shumë të madhe sukses të biznesit vogël. Suksesi juaj është mkëmje për ju, është punësim për shoqërinë dhe për shtetin shqiptar. Edhe kam edhe një gjë, për shembull, unë kam një biznes, një emër. Unë paguaj, kam 2 dyqane për shembull. Një e kam me shumicë, një pakit. Unë paguaj 1 milion për këta, 1 milion për ata. Kjo nuk është e drejtë. Që unë jam një biznes. Paguaj 2 milion lekë për shembull. Sigurisht një biznese. Sigurisht është shumë e padrejtë. Na më parasysh. Absolutisht do ta shqyrtojmë me njëherë. Faleminderit shumë, i nderuar. Bravo, bravo! Faleminderit. Jam avokat si makar. Zohem shumë. Dikur në lokalit tonë, Leon Quse, kemi bërë për danë. Falenderoj shumë. Baba im ka patur shumë respekt. Edhe unë kam shumë respekt për ju dhe kam shumë kënaqësi. Je i vetmi që ka shkënë në lokal Moka. Me Pogatec, po të kujtoj, s'ka problem. Patjetër. Kam kënaqësi më të madhe, respekt. Shumë faleminderit dhe mirupafshim.
Një përshëndetje për zemër. Komitemi kanoni nga Placa, edhe 4 vota i ke rrotë. Ja jap dorë njërës. Faleminderit shumë. Sara, 4 kam bo 5. Dritë. Shumë respekt për ju. Faleminderit shumë. Të lumë, të maj mend kur vjen shtypshkoj, shtypja libra. Bravo. Faleminderit shumë. Doktor, po të prezantojmë çunën e Gani Bilbilit. Zohem shumë. Fitoret sigur. Me këtë entuziazëm që shoh kudo, faleminderit. Data 11, dita jote. Dita madhe. Dita e madhe. Përshëndetje për zemër ta. Si jeni? Mirë. Pa tjetër. Me e qik telefonin djali. Po shqipë. Shpejtu. Po. Faleminderit shumë. Faleminderit. Doktor. Një familje po, jo e djalit vogël është? Djalit vogël. Bravo. Po. Ja do i keje çunin, se premtova. Premtove dyqanin, të rrige dyqanin. Lop të bukur. A ke bënë çik punë? Si je? Si kalove? Mirë, si e kalove? Mirë, faleminderit. Yje janë këta. Ja Begi do thot diçka. Thoja Begi. Thoja gjyshit pak. Thoja gjyshit pak. Do i thoj gjyshit. Të rrit ja larguar. Nuk vjen njeri më në dyqan. Unë do bëjmë politika si Sali Berisha edhe do ta mbroj shtetin. Bravo! Edhe ti je këtu. Miru pafshim. E ka të marrë votën. Faleminderit shumë. Je i vetmi person që më e përgjigjur në telefon kur kam bërë një mesazh. Dhe nuk ka rëndësi se u realizu plani, por mjafton respekti që më kthyer përgjigje. Dhe në orën 9 të darkës më ke marrë në telefon vetë person. Do me thënë që nuk... Si ka tash, qa fitore të kena? Fitore, do fitojmë neve. Do fitojmë. Do votojmë, fitojmë, se po s'votojmë nesim. Edhe prapë, do fitojmë. Dhe t'jeni të sigurta që... Pa do në realizohen ato që kena në mongët. Bravo, bravo. Mongët ato që në kanë dënë për 13 vite nuk në ka dhënë asë një lloj surpreze. Se gjitha do kthehen, do të rikthehen. Por mua nuk ka që shkojnë në burg. Tu merret pasuria si e kanë marrë pa drejt. Le të mos u bëjnë asë një ditë burg. Pastrimi i shtëpisë është zotimi ynë. Absolutisht do ja u marrim. Do t'ja u Pa marrim punojmë, se... edhe s'po gjellim gjë. Po dalim 5 mjesit dhe po ikim pa sepse i la pensionistët, i la pensionet, kur erdhi ishin më të larta në rajon, sot janë 3 herë më tulta, jo një herë, janë 3 herë më tulta se sa në Maltëzi, se në Maqedoni dhe se në Serbi. Pikërisht kjo që tha drejt kjo zonja, në malur 12 vjetë, asgjë, merri parat, 130 milion euro djekësi Tiranës. Ku është djekësi?
As tull s'është vendos, një tull. 110 milion euro Beketi se kritikon të Rame në televizion, po le të kritikoj, a i t'i smuti... A i mori lek? A i mori sigurisht do i mirëte. Nga ne do dalin atë. Pra. Po lektone, pëse se japin? A i mori, për ne se japin ne. Kjo ka fitu gjyqin e punës, nuk ja kanë dhënë lekët. Bashkia. Se këta nuk ka sistem tani, po vetë ka një njeri që vendos për gjitha. Po, ajo është i gjithanshëm, ajo është zoti. Ligja është për gjithë njësaj. Është pa i se respekton, nuk e njeh ligjit. Si që i ti janë dhonë, Po, të patë pri gjakut e pri miqit. Po, bravo. Fitore. Ju pafshim, fitore. Ju pafshim. Po, vetëm se... Pa tjetër. Bravo. Absolutisht. 100%. Ja, në gjojë që ato. Më përgjith telefonin në në darkë. Në në darkës. Edhe përgjigj është tjetër e me bëllë primi në tjetër. Unë kam një dokument që është shkru me këj Gjonatani është me figure me të nasë. Unë e kam Gjonatani? 15 vjetë që nuk përgjigj e këtiri. Ja, Gjonatani do jetë garant. Garant për të qytetit. Ku e Gjonatan? Bravo, bravo. Jam në ty. Ju pafshim. Ty jam unë që ku ke filluar me ty jam e Garant për tira. gjitha përndimet do jesh ti. Po pa tjetër, nuk e diskutoj. Shumë bukur. Doktor, do pastrojmë shtëpinë. Po, ja, atë po them. Atë po them. Pa tjetër. Nga i gjatë, se s'u një fshi. Do ishim do. Qendrestarit, pa tjetër. Edhe protestus 44 javë nuk kam 330 ditë. Shumë. Edhe 333 ditë ke shtëpia juaj. Një foto e jetë gjatë. Kush o çeli po dile po i po. U lodh gjysmë. Jetë shumë i fortë, bravo. Sakrifikuat 44 javë, po ama qytetin e shirut. Bravo, Ju lumt. se e vërtet. E ju lumt. Pa tjetër futu. Përumi i degës 8. Një nga djemt më punëtor që e ka ngrit degën të. Hajde të shpejt. Ke gjë ngjeca. Ado. I bëra këtu. Nisë në krahun e Salibrisë. Një njohje të pakufishme. Një njohje të pakufishme. Në shpirt e Sepse e vërteta është që 11 maj për çdo patriot shqiptar është një ditë as për Sali Berishin, as për partitë, po për Shqipërinë dhe për shqiptarët. To më prishin shtëpinë mu, ke 5 muaj me në analizën gjithë, në prish 6 shtëpia. Ka qenë një nga banorët e 5 maj. E avokati e jonë që në ka gjinë 9 ditë mbas nesh. Kalendari në Sintuj është e madhe. E keni merituar. Në ka gjinë në çdo vend, kemi hinë në rajon, në polici gjithandej, në ka gjinë shumë edhe në 2 natës ka. E falenderoj Adrianën e cila e ka këtë, e ka mision këtë avokatin edhe shumë nga ka një mërës masë. Por ju siguroj se asnjë socialist i ndershëm që do votoj me 11 maj për Partinë Demokratike nuk do jetë i zhgënjur. Ju garantoj se nuk do jetë i zhgënjur. Të rojë një fitore sigurë sa ma thërë. Cili do që studion këtë program, ky program synon një ndryshim madhor në jetën e shqiptarëve. Pa dallim. Pa dallim. Pensionistëve, biznesit vogël, të rive, rrogtarëve, biznesmenëve të tjerë. Pra, çfarë duhet bëjmë ne? Duhet që kthetrat e një shteti mafios që s'ka ligjas moral në asgjë urdo. Të mbajmë në di që me gaz lëndësirë, me fëmijë, me peshe, plagave dhe... Pse bëjnë me mendësinë e një shteti dikatorial? Pse nuk kishte, merr vetëm këtë moment,
në 8 vite kemi patur vetëm një konflikt. Vetëm një konflikt tek në FARC, po, dhe ma kujtoj par dje kryetari, ish kryetari, po par plaku. Qarë bëra, tha, ju them ati, ministrin, zotëri, ne këtu njerëzve kemi thënë se ne nuk bëjmë urbanizim para legalizimit. Prandaj merr plotësoni të gjitha njëra ato legalizimin, pas ti paguajmë, s'bën asnjë kundërshtim, vetëm të kënaqur dhe ai që konflikti vetëm ke pasur diku një konflikt në një fshat Mirditës, edhe aty njëjta gjë, shteti që hyn konflikt me qytetar, kur ata kanë të drejtë, është zuzar, nuk është shtet. Ta them unë jam. 3 motra, 3 vëllezër në kanë nxjerrë rrugë madhe. Imagjinoje. Doktor, ka dhe një problem lartë ke pallatet tjetra, të cilat gjoja, sipas pretendimit të bashkisë, janë dëmtuar nga tërmeti. Me DC4, mas 5 vjetë i vje letër për shumë. 2019 deri sot, nëse do ishin dëmtuar nga tërmeti, ata fillimisht ka rrezikuar jetën e banorëve. Sot kërkojnë kishshëmbin me qëllim ngritjen e kullave. Unë ja kam marrë përsipër për t'i çuar në SPAK. Është një problem ashtu si kundër tek 5 Maji dhe tek Myslimketa në kombinat. Janë 100 familje që jo vetëm duan t'i nxjerrin në rrugë, por nuk ka asnjë kompensim të drejtë sipas ligjit, edhe sipas kushtetutës. Po, nuk ka diskutim. Jo, ajo është, s'ka diskutim. Ky është problemi kryesar. Pra ne nëpërmjet PD-s, unë kam dhënë mbështetjen e plotë. Ne i mbështesim ata plotësisht dhe natyrisht ne rivlerësimin e dameve do ta bëjmë dhe në rast se ato rezultojnë të dëmtuara, absolutisht mbi kushtet tregu, centimetër për centimetër do të shpërndehet. Rivlerësimi është bërë, por nuk janë në momentin për të prishur. Pra, ato kanë rivlerësim për të restauruar. Ndërkohë që duan të prishin vetëm për motivime personale. S'ka diskutim, ishte fryma e 3D-va, 5D, sa ishte atë? 5D-ja. 5D-ja. Është skema 5D. Skema 5D ku drejtorat fitonin gjysmën e katërve. Faleminderit shumë. Doktor, ta mbyllim me një selfie të gjithë? Me kënaqësi të madhe. Hajde shpejt. Bilim skema me mu. Gazi. Gaz. Super. Një falënderim shumë për zemër të mirë. Edhe një mirënjohje të pakufishme këtyre qytetarëve për pritjen e tyre dhe zotimi ynë solem se ne premtimet do t'i bëjmë realitet. Premtimet kryesore brenda 100 ditëve të para. Bravo, bravo! Ju pas. Besars, ju pas. Fitore. Ju pas. Votoni njëshin. Berisa!